përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Newsline. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të deritanishme, ku vendi ka miratuar në parimet 83 votat mazhorancës buxhetin e vitit të ardhshëm pas një seance që u mbyll në orët e para të mëngjesit. Ky është buxheti më i madh historik, rreth 9 miliardë euro. Në fokus do të mbetet ulja e borxhit publik, ndërsa buxheti sipas qeverisë është fokusuar tek rritja e pagave dhe pensioneve. Në paketën fiskale nuk parashikohet rritje taksash, por falje e të gjitha borxheve tatimore dhe doganore mbi 10 vite të vjetra. 83 vota pro, 0 abstenim, 32 kundër, miratohet projektligji në parim. Parlamenti ka miratuar në orët e para të mëngjesit pas një diskutimi maraton prej më shumë se 16 orësh, projekt buxhetin 2026 si dhe 8 projektligjet e paketës fiskale. 83 vota pro, 0 abstenim, 32. Edhe pse në sallë ishin prezent 112 deputet, 32 deputet e opozitës u shprehën kundër, ndërsa buxheti mori vetëm 83 votat pro të socialistëve. Ndërkohë, 2 deputet të mazhorancës, konkretisht Erion Braça dhe Vullnet Sinaj, nuk morën pjesë në votim për 3 projektligje të paketës fiskale. Buxheti parashikohet të jetë rreth 9 miliardë euro, ose 6.8% më i lartë se ai i vitit aktual. Ndërkohë të ardhurat që parashikohen të arkëtohen për vitin 2026 vlerësohen në rreth 8.5 miliardë euro. Kryefjala e këtij projektligji financiar do të jetë rritja e pensioneve duke nisur nga janari i vitit të ardhshëm. Një vëmendje veçantë parashikohet edhe për rritjen e pagave. Sipas kryeministrit Edi Rama, në janar të vitit 2026 paga minimale do të jetë 500 euro. Ky buxhet është një buxhet historik për Partinë Socialiste, sepse për herë të parë adreson në mënyrë domethënëse dhe të qëndrueshme përmes një angazhimi financiar afatmesëm prej 1.7 miliard eurosh rritjen e mbështetjes së pensionistëve. Pensionistët janë kryefjala e këtij buxheti dhe do të jenë kryefjala e këtij mandati. Por pa diskutim, pa harruar edhe ata që vazhdojnë të jenë në skemën e ndihmës ekonomike, pa harruar përfituesit si persona me aftësi të kufizuar dhe pa harruar edhe domosdoshmërinë për një qasje të re dhe një shtysë të re në aspektin e strehimit. Një ndër nismat më të rëndësishme fiskale për vitin e ardhshëm është edhe falja e borxheve doganore e tatimore, të cilat përllogëriten në rreth 1 miliard euro. Kryeministri Edi Rama tha se falja e detyrimeve do t'i vijë në ndihmë direkte bizneseve. Fshirje plotë e detyrimet papaguara më të vjetra se 10 vite. Fshirje 50% e detyrimeve të periudhës 5 deri në 10 vite. Nëse pjesa e mbetur paguhet menjëherë, me fshirje totale të gjobave dhe të interesave, fshirje 25% e detyrimeve të periudhës 5 deri në 10 vite, nëse pjesa e mbetur paguhet me këste brenda vitit, gjithashtu me fshirje të gjobave dhe interesave, dhe fshirje i gjobave dhe kamatvonesave për periudhën 1 deri në 5 vite, me kusht që të paguhet i plot tatimi dhe kontributi i asaj periudhe. Kështu, bizneset jo vetëm do të kenë mundësi të lehtësohen nga kjo barë e vjetër, por do të kenë mundësi të korrigjojnë deklarimet dhe pasqyrat e mëparshme financiare. Për vitin që vjen, qeveria planifikon që ekonomia do të ketë një rritje të qëndrueshme pranë nivelit 4%, e mbështetur nga kërkesa e brendshme, por edhe nga zhvillimi i sektorëve strategjik, ndërsa zotohet që të vijojë konsolidimin fiskal dhe borxhi publik të vijojë më tej rënjen, duke arritur në 53.6%. Në lidhje me hetimet për tunelin e Llogaras, gjykata e posaçme ka vendosur 2 masa sigurie për zëvendës kryeministre Belinda Balluku, lidhen drejt për drejt me Ervin Lekën për të marrë më shumë detaje. Ervin, të përshëndet, cilat janë informacionet që kemi për këtë çështje?
Ka qenë një kërkesë e bërë nga prokurori i posaçëm Dritan Prençi, drejtuar gjykatës së posaçme, ku kjo e fundit ka konfirmuar 2 masa sigurie për zëvendës kryeministren Belinda Balluku lidhur me hetimin që po kryhet nga ky prokuror. Bëhet fjalë për masat e sigurisë, pra pezullimi i ushtrimit nga detyra si zëvendës kryeministre, por edhe si ministre e infrastrukturës dhe energjisë, dhe masa e dytë, ajo e ndalimit të daljes jashtë vendit. Të 2 masa pra janë konfirmuar nga ana e gjykatës së posaçme, ndërsa me 31 tetor Belinda Balluku është marrë panderur nga SPAK dhe është komunikuar edhe akuza si e dyshuar për veprën penale shkelje barazisë në tendera në bashkëpunim. SPAK ka sqaruar pra se Belinda Balluku është marrë në hetim lidhur me një tender për sa i përket tunelit të Llogaras, ku fillimisht ky tender është pezulluar, ndërsa më pas është rihapur me procedura të tjera dhe si duket ky ka qenë edhe shkaku që është marrë e pandehur në prokurorinë e posaçme SPAK. Ervin, jemi së bashku edhe me një zhvillim të fundit. Pak çaste më parë ka qenë SPAK që ka rrëzuar edhe kërkesën e Këshillit Bashkiak që Erion Velia të merrte pjesë në këtë mbledhje për diskutimin e buxhetit. Cilat janë argumentat? Në fakt, prokuroria e posaçme ka rrëzuar këtë kërkesë pavarësisht se Këshilli Bashkiaku drejtua prokurorisë së posaçme për një leje, ndërsa të paktën sipas SPAK kjo leje pra nuk do të miratohet për marrjen pjesë fizikisht të Erion Veliajt pra pranë ambienteve të Këshillit Bashkiak, të paktën në një praktikë që është ndjekur edhe në rastet e mëparshme me Fredi Belerin, të paktën një kërkesë që ai më herët ka bërë dhe si duket si argument mund të jetë kjo arsye pra për sa i përket rrëzimit të kërkesës së Veliajt, pasi SPAK nuk e ka parë të arsyeshme që ai të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, pavarësisht se këta të fundit kishin bërë kërkesë si në prokurorinë e posaçme SPAK, por edhe në drejtorinë e burgjeve kërkesa e tyre është rrëzuar nga ana prokurorive të posaçme. Mirë, ka edhe një tjetër çështje Ervin për cilën ne do të diskutojmë së bashku, ka qenë gjykata e posaçme që ka urdhëruar SPAK që të nisë hetimet për 5 anëtarët e Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, konkretisht për shpërdorim detyre pas kallëzimit që ka depozituar ish kandidati për deputeta Ulon Kalaja për zgjedhjet e 11 majit, cilat janë gjetjet që ka patur prokuroria e posaçme për këtë çështje. Në fakt, prokuroria e posaçme më herët e ka rrëzuar kërkesën dhe kallëzimin e bërë nga Aulon Kalaja, kandidat për deputet në qarkun e Durrësit. Konkretisht, kjo kërkesë është rrëzuar në gusht të këtij viti, për sa i përket kësaj kërkese për të hetuar edhe hapjen apo rihapjen ekutive nga ana e Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve, por menjëherë pas këtij vendimi për mos fillim të procedimit penal apo hetimeve nga ana e prokurorit të posaçëm Sotir Klapi, ka qenë vetë Aulon Kalaja, i cili është drejtuar gjykatës së posaçme të shkallës së parë, dhe kjo e fundit ka vendosur në favor të tij, duke urdhëruar prokurorinë e posaçme SPAK që të nisë edhe një hetim lidhur me akuzën e dyshuar pra të shpërdorimit të detyrës për 5 anëtar të KAS, lidhur me rinumërimin dhe hapjen e rreth 290 kutive për qarkun e Durrësit, ku Aulon Kalaja pretendon se janë kryer edhe manovra për këto rinumërime në mënyrë që t'i shkojnë votat ish prokurorit Arjan Doja, tashmë deputet, dhe pikërisht kjo vendim i gjykatës pra është urdhëruar ndaj SPAK, megjithëse prokuroria e posaçme mund të ankimojë në apelin e posaçëm. Faleminderit Ervin Leka për raportimin dhe detajet që ndave me ne. Rreshjet e shumta gjatë natës kanë shtuar prurjet në Vjos, niveli arriti pikën kritike 7 metra dhe lumi doli nga shtrati pranë urës së Mifolit duke përmbytur toka pranë saj. Situata e prurjeve po mbahet në monitorim, në talet të Lezhës çahet argjinatura dhe ekipet e emergjencave kanë punuar gjatë gjithë natës për riparimin e saj. Si pasojë e rreshjeve dhe rrëshqitjeve të inerteve, rruga Rrëshem Bukmir në Mirdit ka pësuar shëmbje të rënda. Rreshjet e shiut me intensitet të lartë gjatë natës kanë shtuar prurjet në Vjos, duke rrezikuar përmbytje në zonat pranë Vlorës dhe Fierit. Niveli i lumit ka arritur në pikën kritike pranë urës së Mifolit dhe në Novosel. Prurjet e Vjosës po monitorohen, ndërsa banorët e 3 shtëpive pranë shtratit të lumit janë evakuar. Niveli aktualisht është në pikë alerti, 7.1 në matjen meteorologjike, cila krijon risk të shtuar. Jemi në varësi të prurjeve që vinë nga Vjosa, nga Tepelena dhe nga Përmeti. Në këto rrethana pothuajse që të gjithë banorët cilët ekspozohen apo kanë riskun e shtuar janë njoftuar nga Njësitë e Pushtetit Vendor.
janë marrë masat edhe për t'ju ardhur në ndihmë në rast se do të dalë domosdoshme për t'u evakuuar. 30 efektiv të forcave të armatosura me pompa thithëse dhe varka janë pozicionuar në afërsi të zonës së Çerevenit në Fier për të ndërhyrë në rast përkeqësimi të situatës për shkak të nivelit të vjosës. Nuk e kalon gjinaturën. Me këtë gjinatur që është bërë, s'ka shans të dali. Banorët thonë se mbi 60 hektar të mbjella aktualisht janë në ujë. Dikush ka mjellë grur, jo në gjatë, janë gjithat mjellë tokët. Ndërkohë vërshimi i ujit në kanalin kryesor kullues theuar gjinaturën në Tale të Lezhës, duke rrezikuar banorët e 7 fshatrave: Zejmen, Barbulloj, Spiteni, Rila, Myltja, Talja e Gryklumi. Rrezikohet familje, unë veti pensi, rrezikohet në mumi, s'kam ka shkojnë. Që ka të ngarkes që ka pas kneta, se tanë ujna shinët që kanë ra, këtë hidrovori ujtë ka fut në knet. A i miven ka pas për të hapë, se uja hap rrugën vetë. Disa banesa u rrethuan nga uji ndërsa tokat bujqësore u përmbytën. Emergjencat civile po punojnë për riparimin e argjinaturës prej mesnatës. Puna ka filluar në mbylljen e argjinaturës, janë hedhur rreth 5 kamiona dhe shpresojmë që para dreke deri në drekt kemi realizuar mbylljen, që s'mangim përfundimisht rrezikun. Për shkak të rreshjeve me intensitet është dëmtuar dhe segmenti rrugor, Rëshen Bukmir në Bashkinë Mirdit. Shembjet në disa pjesë të rrugës rrezikojnë bllokimin e qarkullimit për banorët e zonës. Ekipet e emergjencës po punojnë për të evituar izolimin e fshatrave. Jam në studio me zotin Arben Meqe për të diskutuar për këto zhvillime. Përshëndetje zotin Meqe, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje. Ju në fakt jeni njohës shumë mirë i territorit, ne kemi diskutuar edhe më herët për gjitha masat që merren, megjithatë pavarësisht ndërhyrjeve ka patur zona ku situata ka qenë disi e vështirë për shkak të përmbytjeve. Çfarë ndodh në njohuritë tuaja? Po, ne kemi një strukturë gjeografike, ta them, në hartën fizike, kemi të ndërtuar në një formë të tillë ku në zonën bregdetare kemi teritorit tëra të cilat janë në nivelin e detit, dhe natyrisht mbahen në kontroll nëpërmjet hidrovoreve, pastaj fillon ngrihet derisa futemi në zonat malore. Zonat malore funksionojnë jo vetëm në territorin e Shqipërisë, por janë në zonën në veri, janë në Kosovë dhe vazhdojnë me drinë e bardhë dhe drinë e zi, ndërsa në zonën e jugut, Shkumbini vetvete, Devolli vjen nga Greqia, Shkumbini është në territor shqiptar, ndërsa Vjosa vjen nga korridoret e Labërisë, por vjen edhe nga korridori grek që është Përmeti. Natyrisht kur bien shira në këto territore, basenet të mëdha mbjellëse sjellin prurje, të cilat shpeshherë në kushtet që ka tashmë klima globale, shoqërohen me plota. Plot do të thotë që një sasi që sipas llogaritjeve tash është 200-300 mililitra, bie në një interval kohe shumë të shkurtër dhe transfertohet në një kohë shumë të shkurtër duke prodhuar plot. Momenti plotës, që uji vjen me furi, në të gjithë analizat që bëhen nga hidrotektët dhe hidrologët bëjnë llogaritjen e sasisë volumin, ndërsa hidrotektët dhe inxhierët e rrugë kryesisht, një prej cilëve jam unë kam për 3 lëndë posaçme për mbrojtjen rrugore dhe për hidrologjinë dhe prurjet ujore dhe mbrojtjen nga prurjet ujore. Në gjitha këto raste llogariten nëpërmjet koeficienteve që i themi ne koeficienteve të sigurisë, të riskut. Dhe koeficientet e riskut janë të ndryshme, janë nga koeficient 1, 0,5, 0,25 dhe në standardet botërore nuk përdoret përgjithsisht njëshi që do të thotë që do të parash prurjen maksimale në llogaritje, nënkuptojnë që do bësh një vepër me përmasa shumë mëdha që do të thotë koste mëdha. Kështu që shkohet tek koeficientet e riskut që janë më të vogla, të cilat në probabilitet, dhe kjo është probabiliteti 0,5-0,2, që ndodh më shpesh ose nuk ndodh, ose edhe kur ndodh ti ke marrë masat, gjithmonë veprat që ndërtohen kanë një risk që probabiliteti ka përcimi të prurjes të llogaritse ta kalojë dhe të shkojë drejt prurjes maksimale. Ne flasim për mbrojtje globale, për ndryshim klime, për gjitha këto. Vetë projekti parashikon dhe këtë ngjarje.
Kështu që, kur ndodhi këto ngjarje, mos na duket që po ndodh ndonjë gjë e çuditshme në kuptimin e projektimit. Çështja është, o do bëjmë një objekt i cili ka kosto të madhe, duke marrë në konsiderat edhe këto element që dihen nga hidrologët tanë. Hidrologjia shqiptare është një hidrologji shumë e avancuar në informacionin që ka, por duhet thënë që hidrologjia tashmë është globale. Pra informacionin s'ka nevojë ta marrësh në Shqipëri, sepse rrjeti global i analizave është i tillë që në sekond jep informacion dhe ne në telefon të gjithë marrim informacion. Çështja është sa ti do të marrësh konsiderat në llogaritje veprën. Duke i thënë këto, nënkuptoj gjithmonë që qoftë pjesa veriore, Drini, qoftë Shkumbini, qoftë Osumi, qoftë dhe Vjosa poshtë, janë të gjitha lumej të cilët kanë riskun e përmbytjes. Çfarë masa merren në këtë rast? Masat kryesore që merren është që në krahët e lumit të prodhosh dampa të mëdha që të menaxhosh prurjet e mëdha. Po, ne kemi 2 ditë që raportojmë për forcim argjinature, nga ana tjetër themin që Vjosa është në pikën kritike. Dhe këtu dua që të ndalemi së bashku, se ndoshta gjithë ata që na ndjekin në këto momente nuk e kuptojnë dot se në çfarë momenti jemi dhe cilat mund të jenë masat që mund të merren. Vjosa në ndryshim, të themi Drini, problemin e kanë pjesën mbasi mbaron Vaudejës dhe derdhet në një territor që është absolutisht fushor dhe që me ngritje nivelës të bunës, ngrihet niveli toka këtu dhe ndodh përmbytja. Në zonën e Mifolit kemi një problem që është problem cilin kur ndodhëm përpara 6-7 vjetësh, nuk e bëjmë të kështu, është përmbytjet e mëdha. Unë atëherë kam shkruar 2 artikuj të cilët kanë thënë përsëri do të përmbytet. Do të përmbytet sepse sot çuditërisht pash disa qytetarë nga Mifoli që mirë intervistë të cilët në mënyrën intuitive ngrihin problemin teknik që nuk ka të bëjë me urdhën e Mifolit që jepni ju. As me urdhën e re, as me urdhën e vjetër. Po ka të bëjë me një urdhë tjetër që është mbi Vjosë, por që është autostradës. Sepse në qoftë se të vijmë në Mifol, përpara se të futesh në urët e Mifolit, ka viadukte të cilat lejojnë ujin të zbres poshtë dhe lëvizje ujit nuk sjell ngritje të nivelit mbas para urës. Në urën e autostradës dhe gjithë bloku i autostradës, dhe në gjithë dampa e autostradës, është një dampa e cila praktikisht është bërë tampon për prurjet që do vinë nga Vjosa. Dhe duke qenë që këto përfundojnë tek ura të gjithë kur kalojnë, shkojnë për në Vlorë, sa po kalojnë këtë Levanin, janë 2 ura njëra pas tjetrës atje, njëra prej tyre është ura e Vjosës, dhe kjo urë ka një kapacitet, ka një sipërfaqe të vogël, që bën që me dashje pa dashje aty të prodhohet një hing ku niveli ujit ngrihet. Ngritja e këtij niveli të ujit sjell përmbytje në të gjithë këtë dhe prej kohësh e kemi ngritjen e të madhe që tashmë në autostradë duhet me dojmos të bëhen çarje. Të bëhen çarje që të mos lejojnë në pikërisht këtë fenomen fizik që është i natyrshëm. Pse do të gjë të tillë? Në momentin kur ngrihet niveli i ujit pikërisht këtu, automatikisht të gjitha dampat që ti ke prodhuar, pra të gjitha ato bloqet pritat që ti ke prodhuar në perimetrin e shtratit, të gjitha i ka përxen uji. Sepse janë disa elemente të cilët ti nuk i parashikon dot. Të ngrihet 5 metër niveli në tek ura, 5 metër do të ngrihet edhe këteja. Por ti nuk mund të bësh gjatë gjithë perimetrit të Vjosës të bësh dampa të tilla, të cilat mund të jenë me kosto të jashtëzakonshme. Ti i bën 3 metër, ti i bën 2 metër. Të autoriteteve të pashëm. Çfarë do angazhimi të bësh ti? Dhe unë po them angazhimi është absolut dhe maksimal. Nuk është çështje angazhimi kjo, për të kuptojmë, sepse unë kam parë, unë bilet gjoja dje janë tendencioze shumë njoftime. Sa po ishte prishur një ser nga prurjet ujore dhe komenti ishte, shteti nuk po ndihmon fermerin, po prit mos se jemi akoma në emergjencë. Jemi akoma në pritshmëri të ngjarjes sa çfarë do të ndodhë. Më tutje fillon, pra gjithë puna është që në këtë moment shteti është nga dishmëri që në qoftë se në një vend ka kapërcim të dampës, pra të ujit në damp, mundësisht jetë sa më pranë. Shteti është në emergjencë që të mbajë në kontroll zonat cilat kanë potencial mbytës dhe që garantojnë pastaj qytetarin. Pra në këtë momente shteti vepron për të përballuar risku në momente të caktuara, por mbi të gjitha për të shpëtuar jerjezësh edhe pasuritë e tyre. Nuk vepron dot shteti në këtë moment për të përballuar prurën, nuk e përballon dot. Tani unë dua, po? Në këtë kuadër
po vim tek Vjosa. Vjosa për i vërtetës nuk e di çfarë po ndodh, unë lexova diçka dhe për gjendjen e shirave në Greqi më tepër, jo në Shqipëri. Më rezultojnë që Vjosa nuk ka pretendime më për të ngritur. Pra ajo plot e parë që solli gjithë të prurje dhe që është më e rrezikshme gjithmonë, tashmë quhet e ka përzyer. Dhe nuk janë shirat që bëjnë përmbytjen, por janë shirat të cilat e shkarkojnë ngarkesën e vet në një moment caktuar të kohës, në një hapësirë shumë të vogël duke plotëruar plotën dhe duke sjell një prurje të menjëhershme. Këto janë të rrezikshme. Ndërsa shirat do të vazhdojnë, lumi Vjosës dhe gjithë lumet tona kanë kapacitete për ta shkarkuar ngarkesën normale. Ngarkesën anormale, pra edhe një herë ta theksoj, kur sasi të mëdha ujë bien në një fraksion shumë të vogël kohe. Jo kushtrie në kohë. Ky është fenomeni më i rrezikshëm që natyrisht ne si projektues rrugësh dhe urrash përgjithsisht i marrim në konsiderat në llogaritjet tona që bëjnë. Gjithmonë duke patur parasysh dhe koeficientin e riskut që ka të bëjë me probabilitetin e ndodhjes ngjarjes. Mirë, unë dua që së bashku të ndalemi edhe në një tjetër çështje, dua të përfitoj në fakt nga fakti që u kam në studio për diskutuar për aktualitetin e ditëve të fundit dhe kam parasysh këtu paraqitja në SPAK të ish-kryeministrit Berisha për çështjen e 21 janarit. Dua që ta diskutojmë së bashku duke patur parasysh se ju gjithmonë e keni denoncuar atë që dini për 21 janarin, e prisnit që ai të mërkurën do të paraqitej, do të merrej 2 orë në pyetje dhe do të shfaqej pastaj aq i nervozuar me gazetarët? Jo, ai për të vërtetës nuk doli nervozuar nga gazetarët, doli shumë triumfator. Nuk i pat një lloj... Unë pash triumfin e tij, pash triumfin që ai SPAK-un e shpalli si organizatë kriminale, ku ai në SPAK vetëm nuk doli për të thënë shënimet që i kishte dhënë Altin Troplinit, por ajo që mua më bëri përshtypje në daljen e tij ishte entuziazmi i tij. I kamufluar ose jo nuk ka rëndësi. Pra nëpërmjet entuziazmit donte të kamuflonte atë që me drejt ju thonë nervozizmin në pritshmëri normale, apo ishte një person i cili i transmetonte militantëve, gardistëve, rrjetit të bashkëpunëtorëve, autor të 20 janarit që nuk do të dorëzohemi, që ne do të vazhdojmë të rezistojmë siç kemi rezistuar deri tani, që të transmeton të militantëve të vetë që ne vram, por jemi shumë krenar që vram, sepse kur ti flet për të vdekur, kur flet për viktima, minimalisht mimika jote do të jetë një mimikë e dëshpëruar, sepse flet për vdekjen. Mimika e tij dhe artikulimi i tij ishte irritues në një moment. Dhe ishte në përmasa të tilla irritimi që ndjenja neveri kur e dëgjoja. Sepse ti nuk mund të buzëqeshësh, të qeshësh dhe të justifikosh veprimet e tua të palishme. Jo, ai tha që nuk është dhënë urdhër nga Kryeministria, se duhet të marrim me radhë ato qendrimet. Pastaj mund të futemi në debat mbi thelbin e gjës. Për mua aparenca është shumë domethënëse. Shumë domethënëse. Me thënë artikulimi i tij, i qeshur, i buzëqeshur dhe shpesh herë dhe i zgërdhir. Mirë, buzëqeshje e sikletshme ishte ajo. Ishte sikletshme, por është momenti kur dhe pikërisht dhe kjo sikletshë nuk duhet ndodhte. Po, jam dakord. Sepse një person i cili del dhe transmeton mesazhe për 4 qytetarë të ndershëm, të pafajshëm të Republikës Shqipërisë, minimalisht ka një velo dhe velua e dëshpërimit do të ishte shumë dinjitoze pavarësisht fajsin ose jo, se sa velua e një kriminali i cili mbasi ka vrarë del para kamera dhe ju keni parë duke qeshur. Ju keni parë në sallat e gjyqit me 10 nga këta kriminal, të cilën në sallën e gjyqit edhe pse ishte vërtetu vrasja, dhe pse dihet e sigurt që masa e dënimit do të jetë dënimi i përvjetshëm, çka ndodh, ata qeshin, sa ata nuk kanë pendes, sepse ata veprimin e kanë bërë në mënyrë të ndërgjegjshme. Dhe ky është problemi i parë i aparencës. Nëse do të futemi pastaj në thelbin e gjës, Berisha e provoi një për të refuzuar SPAK-un. Edhe shkoi në arrest shtëpia. Dhe shkoi atje ku shkoi pastaj, kështu që Berisha nuk e përsërit me atë akt. Ajo që bie në sy dhe që duhet ta theksojmë është që Berisha edhe në artikulimin e tij u mor me Altin Troplinin dhe u mor me prokurorët. E vërteta është që këta prokurorë kanë qenë rezistenca, pra kanë qenë pararojë e rezistencës që kjo çështje të mos kalonte në SPAK.
Këtyre prokurorëve çështja ju ka mbet tashmë e urdhëruar në dorë, sepse çështja në SPAK nuk ka kaluar me vullnetin e SPAK-ut. Është vërtet. Me rezistencë nga SPAK-u, me rezistencë edhe pikërisht nga i prokurori i cili ka shpallur veprën penale. Pra ka regjistruar procedimin penal me 3 vepra penale brenda vetes. Kështu që minimalisht Berisha tashmë nuk duhet të merrej më me SPAK-u, por duhet të merresh me gjykatën e drejtave të njeriut të Strasburgut. Sepse është gjykata e Strasburgut, organi më i lartë i drejtave të njeriut, i cili ka urdhëruar që ky hetim të vijë në Shqipëri dhe të realizohet në kuadrin e një krimi, një vrasje shtetërore. Dhe për hir të vërtetës, veprat penale që SPAK-u i ka regjistruar në procedimin penal janë veprat më korrekte që unë kam parë deri më sot për 20 janarin. Dhe këtu falenderoj unë tani këta prokurorë të cilët në një moment caktuar ishin kundër, por kur morën detyrën me profesionalizmin e tyre vendosën përpara një detyrimi penal një grup të tërë. Vepra penale që analizon SPAK-u në këto raste i quhen në bashkëpunim, por nëse do të lidhemi me ngjarjen, do të shohim që kemi të bëjmë me vrasje të 4 qytetarëve. Dhe nëse se futemi në krime të rënda, vrasje një qytetari nga grupe të cilat kanë ideator, kanë financues, kanë skenarizues, kanë ekzekutor, kanë dhe pjesëmarrës që ndihmojnë, pra dhe një person që gjen makinën dhe ai bëhet pjesë e grupit, dhe gjithë ky grup që ka bërë vrasje klasifikohet si grup i strukturuar kriminal dhe penalizohet si grup i strukturuar kriminal. Dhe kjo është pritshmëria që ju keni në këto minuta të fundit se ta mbyllim. SPAK-u në kualifikimin e veprave penale praktikisht të gjë ka bërë, sepse ka vrasje të cilësuara të 2 ose më tej persona, që do të thotë që nuk po merret më me të ndjerin Nika dhe tjetrin që është. Por i kthen për të 4 më tej, po hap një çështje që është shumë serioze, shpërdorimin e detyrës. Në bashkëpunim gjithmonë, shpërdorimin e detyrës me pasojë vrasjen. Pra, SPAK-u po angazhon dhe struktura të tjera në kualifikimin e veprës penale. Dhe e fundit kemi dhe tentativën e të gjithë grupit strukturuar, e gjithë trupit që në bashkëpunim ka zhdukur provat, të cilat tashmë natyrisht ekzistojnë, janë të gjalla, po mbi të gjitha e gjallë është fakti që 4 vete janë vrarë. Ajo që është penalizuese dhe që është e tmerrshme pastaj dhe që unë këtë nuk mund mos e them, është artikulimi i Berishës, i cili e quan absolutisht normale vrasjen e njerëzve në shesh kur ata protestojnë. Dhe kjo është më e tmerrshme, unë falenderoj shumë me Dhe kjo është ajo që është goditja më e rëndë që duhet marrë ky njeri përposhtë penalitetit. Natyrisht qytetari i Republikës së Shqipërisë e di një bindje të tillë. E di që Sali Berisha për mbajtjen e pushtetit të vret. E di që Sali Berisha kur nuk ka qenë në formatin e tij demokrat. E di një gjë të tillë. Dhe nëse sot kemi një ndëshkim të qytetarit të Republikës së Shqipërisë edhe përballë një situate jo komforte të qeverisë, ndaj Sali Berishës lidhet pikërisht me një gjë të tillë. Që të gjithë e kanë në sepse qytetari i Republikës së Shqipërisë e ka kualifikuar Sali Berishën si kriminal. Unë falenderoj shumë. Si kriminal, vrasës dhe personi i cili e përsërit aktin e vrasjes për sa kohë që i rrezikohet pushteti i tij, qoftë dhe ky në opozitë. Faleminderit që ishe me mua, si gjithmonë është kënaqësi. Kënaqësia ime. Ne ndalemi tani me një shkëputje, rikthehemi pas pak. Jemi sërish së bashku, do të ndalemi tani me të tjera zhvillime. Pas dështimit Albin Kurtit për të formuar qeverinë e re, Kosova do të shkojë sërish në zgjedhje brenda këtij viti. 11 muaj pas zgjedhjeve të nëntë shkurtit, presidenti Osmani ka shpërndar parlamentin e konstituar vetëm pak javë më parë. Tani më pritet dekretimi i datës së zgjedhjeve të reja nga presidentja, në diskutim janë datat 21 dhe 28 dhjetor. Kuvendi i Kosovës i dal nga zgjedhjet e 9 shkurtit është shpërndar. Pas dështimit të dyfisht të Albin Kurtit për të formuar qeverinë e re, duke mos siguruar vota as për vete dhe as për të mandatuarin e dytë Glauku Njufca, radha ishte për presidenten Osmani. Ajo mblodhi këtë denjë të liderët e partive politike për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakoshme dhe më njëherë pas takimit u nënshkrua dekreti për shpërndarjen e parlamentit. Nga dita e sotme, presidentja mund t'i shpalli zgjedhjet jo më larg se 30 apo 40 ditë, ndërsa në diskutim janë 2 data të mundshme, 21 dhe 28 dhjetori.
Paton Peci nga Guxo tha se preferojnë datën e dytë për të mbajtur zgjedhjet. Mendoj se data optimale mes datës 29. Në këto momente, Shqipëria në Ertan të përshëndes, ka mësuar edhe rivalin e saj të parë në Kupën e Botës, do t'jetë Polonia. Linja është për ty, për më shumë detaje. Por vetëm pak sekonda më parë u të roqë Gogla e Shqipërisë sa i përket shortit play-offit në botrorin 2026. Shqipëria do të luaj kundër Polonisë, shka do të thotë që ndeshjen e parë në gjysmëfinalet e play-offit do të përballet me skuadrën e Robert Lewandowski. Në fakt, është një njohje vjetër kjo për kombëtaren e Shqipërisë, pasi me Polonin arritëm atë sukses në kualifikueset e botror e kampionatit Europian Euro 2024. Pra, ky është rivali i arshëm i kombëtares Shqipërisë, Polonia, ndërsa skuadra shqiptare do të ndjekë shtegun B sa i përket objektivit madhor që është kualifikimi për në fazën finale. Çka do të thotë? Se nuk do të ketë një përballje të mundshme në fazën finale, gjithmonë nëse kualifikohet me Italin, pra ka një shteg tjetër dhe nuk do të përballet me skuadrën italiane sa i përket rrugës së saj drejt botrorit 2026, por më parë skuadra e Shqipërisë duhet të kalojë Polonin. Ndeshja e parë gjysmëfinale e fazës play-offit do të luhet në datën 26 mars në transfer. Shqipëria do ta luajë ndeshjen e saj në transfer, si pasi u shortuan në vazon e tretë gjatë shortit të play-offit, ndërsa do të shohim më pas, pra po hidhet në këto momente dhe shorti i vazës të 4, po të riqen skuadrat e vazës të 4, cilët do të përcaktojnë përballjen e ardhshme në rast kualifikimi. Një rival i mundshëm i Shqipërisë deri tani është Ukraina, e cila ishte kokë e minigrupit, pra u shortua nga vazo e parë. Ky pra është verdikti deri tani, Rovena. Në fakt edhe një tjetër mësim kësaj here për Kosovën, duke se në ndeshjen gjysmëfinale ajo do të luajë me Slovakinë. Po, edhe Kosova ka njohur pra rivalet e saj, është Slovakia, ndërsa do të ndjek shortin në rrugën C, në shtegun C, sa i përket formulës së vendosur nga FIFA dhe rivali i saj arshëm. Nëse do të kalojë në fazën finale të play-offit, do të jetë një mes Turqisë, që ishte skuadra e parë, ndërsa Shqipëria në këto momente, Rovena, ka njohur edhe finalistin e mundshëm, rivalin e mundshëm në fazën finale, sa për është tërhequr pra Gogla, me emrin e Suedisë. Pra në rast se Shqipëria do të kualifikohet në fazën finale të play-offit, do të përballet me fituesin e skuadrës mes Ukrainës dhe Suedisë. Pra ky është fati i kombëtares së Shqipërisë nga shorti i botrorit 2026, pra do të në fillim në fazën gjysmëfinale do të përballet kundër Polonisë në transfer, ndeshja e parë, ndërsa në rast se kualifikohet për në fazën finale të play-offit, do të gjejë në rrugën e saj një prej skuadrave që janë Ukraina dhe Suedia, që është përballja tjetër gjysmëfinale në shtegun e kombëtares Shqipërisë, ndërkohë që edhe Kosova ka njohur rivalin e saj të mundshëm sa i përket fazës finale, gjithmonë nëse arrin të kualifikohet kundër Slovakisë, do të jetë një mes Turqisë dhe Rumanisë. Pra ky është fati i dy skuadrave shqiptare sa i përket shortit botrorit 2026 në fazën e play-offit. Kujtoj edhe një herë ndeshja gjysmëfinale do të luhet në datën 26 mars në transfer, pra Shqipëria do të luajë në Varshavë, ndërsa nëse arrin të kualifikohet, atëherë do të luajë me skuadrën fituese mes Ukrainës dhe Suedisë në datën 31 mars. Kush pati fat tani në këtë short? Atëherë fat pati më shumë, mendoj që fatin e ka patur Shqipëria, duhet thënë për mendimin tim, por edhe për atë që ka treguar historia, por edhe këto e kualifikues. Faleminderit Ertan.
për këto kualifikues, se Polonia ndoshta është një rival më shumë i kalueshëm, frika më e madhe, duke parë atë që ndodhi gjatë kualifikuesve të fundit ishin skuadrat si për shembull Walesi, një skuadër shumë e fortë në ndeshjen e fundit, mundi 7-1 Maqedoninë e Veriut në ndeshjen e fundit në grupin e saj kualifikues, por edhe Slovakia është një e panjohur për Shqipërinë pasi nuk ishim duhetur asnjëherë më parë. Faleminderit shumë tani. Faleminderit për detajet dhe donat që ndave me ne. Ishte gjithçka e përgatitur për Newsline për ditën e sotme, të tjera zhvillimet përditësuara minut pas minute nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund t'i ndiqni edhe në faqen tonë abcnews.al, njerësh dhe në valët e radios 105 FM. Bashkë përshëndetemi këtu, mirupafshim.